Nuk e kisha menduar kur që dashuria do të më kushtonte lirinë. Askush nuk ta mëson që ndonjëherë burgjet ndërtohen jo me hekur, por me duart e nënës tënde. Unë quhem Elira dhe kjo është historia ime. Historia e një vajze që u dënua për krimin e vetëm që kishte kryer. Dashurinë. Isha vetëm 17 vjeç atë verë. Shtëpia jonë e madhe e ngritur mbi kodër, dukej si një kështjell e paksesueshme për botën poshtë. Mamaja ishte gruaja më e pasur e zonës, e tmerrshme kur zemërohej, e ftohtë kur fliste, dhe e pathyeshme kur vendoste. Për të, jeta ndahej në dy pjesë. Ajo që duhej bërë dhe ajo që nuk duhej bërë kurrë. Ndërsa për mua jeta sapo fillonte. Takimi i parë takova Arioni një pasdite korriku. Ishte ulur pranë lumit, me pantallonat e shqyera dhe duart e mbuluara me dhe, po rregullonte një biçikletë të vjetër. U ndalova nga kureshtja, a të ndihmoj? I thash, ai qeshi lehtë, një buzëqeshje që dukej se mposhte çdo varfëri në botë. Vetëm nëse je zonja të durash pak vaj e pak zhurmë. Aty nisi gjithçka. Pashte ai një pastërti që nuk e kisha parë kurrë tek njerëzit rreth meje. Sa më shumë flisnim, aq më shumë e kuptoja se ai ishte gjithçka që unë nuk kisha pasur. Thjeshtësinë, lirinë, ëndrrën. Dhe zemra ime, e rritur mes rregullave dhe pritshmërive, gjeti te ai një stret të maleve, një qetësi që nuk e njihja. Nënës i shpëtonte asgjë, por mamaja ajo vëzhgonte gjithçka. Shoferët e saj e thoshin se më kishin parë poshtë në lagjen e varfër. Filloi të më pyeste ore pa orë, të më kontrollonte telefonin, të më pyeste me këta kohem, pse qesh shumë, pse ri më gjatë se duhet. Dhe kur pa emrin e Arionit në celular, zemra e saj shpërtheu si stuhit e vjetra që na gjenin befasisht në fëmijëri. Kush është ky djalë? Më tha. Syti kishte të ngrirë, një mik, i thash me zë që më dridhej. Asnjë mik nuk vjen nga varfëria. Asnjë mik nuk hyn në jetën tonë pa lejen time. Atë natë ndjeva frymën e saj në çdo qoshe të shtëpisë. Dikush tjetër do të mbyllte dritaret nga era. Ajo mbylli jetën time. Dashuria u baratisje për një kohë të shkurtër. Unë dhe Arioni u bëm të fshehtë. Takoheshim vetëm natën në fush, poshtë pemës së vjetër të arrës. Ai më tregonte ëndrat e tij, të hapte një punishte, të niste punën e vet, të sillte teknologji në fshat, të bënte diçka që askush nuk ishte guxuar ta bëj. Unë qeshja dhe i thoja, për mua je më i pasuri në botë. Ai më merrte dorën dhe më thoshte, dhe ti Elira, i arsyeja pse dua të jem më shumë. Por era e keqe e dyshimit po frynte nga shtëpia ime. Dikush e pa Arionin tek më priste. Dikush bisedoi me maman. Dhe atë natë gjithçka ndryshoi, natën kur më zhdukënisha duke u kthyer. Ishte errësirë, por unë ndjeja zemrën e mbushur me dritë. Por sapo hapa derën, mamaja qëndronte në mes të dhomës, e rrethuar nga dy rojet private që punonin për të. Ku ishe? Tek një shoqe, mos ma shpif. Të kanë parë me djalin varfanjak. Heshta. Ajo më kapi nga krahu aq fort, sa ende ndjeja të shtrëngim pas gjithë këtyre viteve. Me mua nuk turpërohesh dot, Elira. Ti je vajza ime. Dhe vajza ime nuk do të shtrihet me Mieran. Mami, e dua. Ai s'është Mieran. Dhe ajo tha fjalin që më vrau shpirtin. Atëherë më ke humbur mua. Ishte natë kur më futën në bodrumin e shtëpisë. Një dhomë e vjetër me mure të lagështa. Për disa ditë derisa të qetësohesh, tha. Por ditët u bën javë. Javët u bën muaj. Pastaj vite, 20 vite errësirë gjithçka më hoqën. Dritën, miqt, shkollën, botën. Vetëm një dritare e vogël lart më lejonte të shihja copza qielli. Ajo më sillte bukë, ujë dhe heshtje. Heshtja ishte ndëshkimi i saj më i rënd. Nuk e dija se ç'ndodhi me Arionin. A e rahën? A e larguan? A e zhdukën? A e trembën? A e larguan me forcë? A më kërkoi? A humbi? A hoqi dorë? Nuk kisha përgjigje. Vetëm koha rrite dhe unë numëroja ditët e mia në errësirë, duke pritur një qeles, një dritë, një mrekulli ose përfundimin tim. Por historia ime nuk mbaron këtu. Ky ishte veç fillimi. Dhomën ku më mbylli mamaja fillova ta quaja vendi ku koha humbi emrin. Nuk kishte orë, nuk kishte ditë, nuk kishte mbrëmje. Kishte vetëm një errësirë të butë që të fuste frikë në shpirt dhe një dritë të largët nga dritarja e vogël që më kujtonte se jashtë kishte ende botë. Por ajo botë nuk më përkiste më mua, vitet e para, lufta me vetveten fillim bërtita. Shumë. I thërisja maman. I lutem që të më dëgjonte. I premtoja se do të bëja që të donte ajo, vetëm të më linte të dilja. Ajo më vizitonte vetëm kur më sillte ushqim. Kjo është për të mirën tënde, më tha një herë, pa më parë në sy, e mira ime? I thash me fytyrë të lagur nga lotët. Po më vret.
Ajo u kthye nga dera, pa më thënë asnjë fjalë. Dëgjova mbylljen e qetë të drynit. Ajo zhurmë u bë muzika ime e vetme për vite të tëra. Pas një kohe bërtitjet u kthyen në heshtje. Pastaj në pranimin e një realiteti të hidhur. Pastaj në ëndra, Arioni dritë në errësirë, fytyra e Arionit ishte vetmja gjë që më mbante gjallë. Mësova ta vizatoja në mendje. Sytë e tij plot dritë, buzëqeshjen që i dridhej kur ndjehej në siklet. Zërin e butë, mendoja, do të vijë. Ai do e kuptoj ku jam, do më kërkoj, do më gjej. Por vitet kalonin, edhe shpresa ime plakej. Nëna fillon të ndryshoj rreth vitit të 5, mamaja filloi të më sillte libra. Nuk më fliste, vetëm i linte mbi tavolinën e vjetër. Ishin libra për ekonomi, letërsi, filozofi, politik. Ajo donte të më shndërronte në një version të saj, një grua të hekurt, pa dobësi. Ata si Arioni nuk të japin jetë, tha një ditë. Unë po të shpëtoj nga shkatërimi. Po më shkatëron vetë, ja ktheva. Ajo më vështroi gjatë me një dhimbje të çuditshme në sy. Pash për herë të parë frikën tek ajo. Frikën se mos humte kontrollin. Frikën se mos më humte mua. Aratisja që dështoi një natë, pas 6 viteve dëgjova zhurmën që nuk e kisha dëgjuar kur. Qelsin që ra në tokë. Roja e ri kishte harruar ta merrte. Zemra më rahu aq fort sa mendova se do ta dëgjonte gjithë shtëpia. Unë ngrita ngadalë, mora qelsin dhe hapa derën. Për herë të parë pas kaq vitesh, ndjeva ajrin e natës në fytyrë. Korridori ishte bosh. Zemra më fluturonte, duart më dridheshin. Hapa derën e jashtme dhe vrapova drejt rrugës së vjetër. Atje ku dikur më priste Arioni. Çdo hap më dukej si një këngë lirie. Por sa dola në krye të rrugës, një makinë e zezë u ndal para meje. 2 burra dolën. Nuk pata kohë as të bërtas. Më kapën nga krahët dhe më tërhoqën me forcë. Të lutem, jo. U lërita në derën e shtëpisë, mamaja doli e veshur me robën e natës. Syti kishte të mbushur me lot, për herë të parë. Pse po e bën këtë? I thash, sepse pa mua ti vdes, më tha. Zëri i saj dridhej, por vendimi i saj ishte prap hekurt. Varfëria s'të jep jetë, të merr gjithçka. Dashuria më jep gjithçka. Bërtita. Ajo e uli kokën dhe tha fjalin që nuk do ta harroj kurrë. Dashuria të ka marrë mua. Në atë moment e kuptova. Ajo nuk ishte vetëm e frikshme. Ishte e shqetësuar. Ishte e obsesionuar. Ishte e sëmur nga ideja se vetëm ajo mund t'i kontrollonte fatet. Ishte një nën që donte të shpëtonte vajzën e saj duke e shkatëruar. Më futën sërish brenda. Dhe dera u mbyll përsëri. Këtë herë 2 fishe kyçur, shpresa që ringjallet pas atij natën, unë humba shpresën për pak kohë. Por kur ria ulur pranë dritares së vogël, mora vesh diçka që ndryshoi gjithçka. Një ditë, roja e rifoli më shumë se ç'duhej. E di kush po të kërkon? Më tha. Ai djali ai Arioni. Ka vite që pyet për ty. Zemra më ndaloi, Arioni është gjallë? Jo vetëm kaq, tha ai, por ka bërë emër. Ka hapur biznes. Ka bërë diçka të madhe. Lotët më rodhën vetvetiu. Ai nuk kishte ikur. Nuk më kishte harruar. Kishte luftuar. Kishte jetuar për ne të dy dhe në zemrën time një dritë e vogël u ndes sërish. Vendimi i madh në vitin e 10 të burgimit tim. Mora një vendim që ndryshoi gjithçka. Do të ikja. Me çdo kush. Me çdo rrezik. Do të ikja te Arioni. Mamaja mund të më mbyllte në errësirë. Por nuk mund ta shuhej zjarrin brenda meje. Ai djali varfër që diku rregullonte një biçikletë, tani ishte bërë burri që më mbante shpresën gjallë. Dhe unë do ta gjeja. Edhe sikur t'i duhej të luftoja me gjithë botën për këtë. Viti 11 të njeriu nuk është krijuar për errësirë. Në fillim errësira më tremte, pastaj u mësova me të. Pastaj filloi të më shkatëronte. Por shpresa është si një zë që nuk shuhet kurrë. Edhe nëse e shtyp me duar, ajo gjen rrugë tjetër për të folur. Dhe zëri që ringjalli shpresën time ishte vetëm një. Emri Arionit, zbulimi që ndryshoi gjithçka, roja e ri. Ai që më foli pak më shumë se sa lejohej, ishte i vetmi njeri që sillte trazira në botën time të vdekur. Një pasdite, kur ma la ushimin, u përkul dhe më tha shumë ngadalë. E di që je gjallë vetëm nga një person. Unë ngriva, kush? Pyeta duke u dridhur Arioni. Erdhi para 2 ditësh. Donte të fliste me zonjën. Ajo e nxori jashtë me roje, fjalët më prem frymën. A e pa? A i tha gjë. A kërkoj për mua. Roja u tremb, por mu përgjigj. Tha vetëm kaq. Nuk largohem pa e gjetur. Mu dridhen gjunjët. Çava në heshtje.
Për vite të tëra, kisha menduar se ndoshta ai më kishte harruar, ishte martuar, kishte bërë jetën e tij. Por jo, ai ende kërkonte, ende luftonte për mua, dhe unë nuk do të vdisja në atë biruc pa e parë edhe një herë. Plani parfillova ta studioj çdo gjë brenda mureve. Hapa, orare, zhurma. Roja i ditës ishte i rrept, por roja i natës, ai që më tregonte lajme, ishte më i butë. Ai ishte qarja e parë në mur, pse më ndihmon. E pyeta një natë, ai uli syt i turpëruar, sepse motra ime ka qenë si ti. Mbyllur. Diku tjetër. Nga dikush tjetër. Nuk mund të rrihet i shoh syt e tu pa menduar të saj. Kuptova se nënat e sëmura nga kontrolli nuk janë një fenomen i rrallë. Për disa dashuria është një formë burgimi. Letra që nuk u dorëzua kurrë një natë. Roja më dha një cop letër dhe një laps të shkurtër, shkruaje. Do përpiqem t'ia jap atij. Duart më dridheshin. E shkrova me zemër, me frymë, me lot, Arion, unë jam gjallë. Të kam dashur çdo ditë. Nuk jam larguar. Nuk të lash, më kam mbyllur, por do dal. Do vi, mos u dorëzo, e palosa fort. Ai e futi në xhep, por në mëngjes pash sytë e tij të mbushur me frikë. E gjeti zonja, më tha me zë të ulët. Më rrahu, më heqën nga puna, të kërkojnë tjetër roje. Zemra mu thye, letra nuk shkoi kurrë. Mamaja e kishte shkelur me këmbë, ndërsa unë ndjeja sikur më shkelte shpirtin. Mamaja më ballafaqon orën e darkës, më erdhi vetë. Shumë e qetë, shumë e veshur bukur. Më solli supën dhe ul përballë meje. E ke shkruar ti këtë? Pyeti duke treguar letrën e shqyer. Heshta, ti s'po kupton, Elira. Ai djalë tani është i fuqishëm. Biznesmen. Me para. Me ndikim. E pash me sy. Kjo do të thotë se ai s'ka më vend në botën tonë. Jo, Bertita. Kjo do të thotë se na pret. Do të thotë se po lufton për mua. Ajo që është i hidhur, ti se njeh botën, bi. Të varfrit kur pasurohen të harrojnë. Mbi të gjitha, harrojnë dashurinë. Ti je verbër, jo unë, i thash. Unë se harroj. Asai. Sytë e saj u bën si akull. Ajo e kuptoi se nuk kishte më kontroll mbi zemrën time. Dhe ditën tjetër e dyfishoi burgimin tim. Mësimet që më forcuan vitin e 14 të. Unë nuk isha më vajza e brisht që u mbylla të natë. Truri im ishte bërë thik. Lexova çdo libër që sillte, çdo flet, çdo informacion. Fillova të kuptoja menaxhimin, psikologjinë, strategjinë njerëzit. Mamaja po më riste si armikun e saj pa e ditur, dhe unë prisja, si uji para shpërthimit. Telefonata që ndryshoi fati një mbrëmje vonë, dëgjova zërin e maman teksa fliste në telefon. Ajo vinte shpesh si për bodrumit dhe unë dëgjoja gjymtyrët e bisedave. Por atë natë dëgjova emrin e tij. Zotëri Arion, nuk ka asnjë lirë këtu. Vajza ime ka shkuar në Angli. Po shumë vite më parë. Ju lutem mos u vini më këtu. Zëri i tij në telefon nuk e dëgjova, por dëgjova tonin e maman. Dhe ai ton ishte frikë. Nëna ime kishte frikë nga Arioni. Frikë nga e vërteta që ai donte të zbulonte. Frikë se mos u i dilja nga duart. Dhe frika e saj ishte shansi im, ndihma e paprituroja e ri. Ai që e zëvendësoi të mëparshmin ishte i pandjeshëm, i ashpër, arrogant. Por kishte një dobësi, alkooli. Një natë ra në tokë i dehur para derës sime. Ra aq keq sa qelsat i ran për tokë, i mora. I futa në ndysheme, aty ku kisha qartë jegullën me gishtat e mi për vite me radhë. Herën tjetër që ai u de, dera ime nuk u mbyll më mirë. Ishin centimetrat e lirë, por mjaftonin. Vendimi fundit aty në vitin e 15 të, unë mora vendimin tim të pakthyeshëm. Do të ikja, do e kërkoja Arionin, do e qaja këtë varr, do merja jetën time mbrapsht, nuk do ikja më fshehur. Do ikja me një shpërthim që mamaja nuk do ta harronte kurrë. Dhe do sillja me vete të vërtetën. Të vërtetën që ajo më kishte fshehur për 20 vite. Por nuk e dija se e vërteta ishte akoma më errët. Viti i 16 i burgimit tim nuk solli asgjë të re në hapësirën ku isha mbyllur, por solli diçka të re brenda meje. Marrja e kontrollit. Nuk isha më vajza që qante pranë dritares së vogël. Isha gruaja që priste momentin për të çliruar. Dhe ai moment po afrohej. Plani i aratisisroja që dehej çdo natë kishte filluar të bëhej i parashikueshëm. Unë e dija orën kur pinte, e dija momentin kur i rëndoheshin hapat, e dija kur zvarrite në korridor. Gjithçka e studioja me kujdes. Qelsat ishin në tjegullën e kthyer me duart e mia. Çdo natë kontrolloja nëse dera hapej pak më shumë, dhe një natë dëgjova klikimin më të ëmbël që një njeri i burgosur mund të dëgjoj. Dera u hap, vetëm pak, vetëm sa një hije. Por hapat e mi tani kishin rrugë.
Dhoma ku nuk duhet të hyja kurrëpara se të ikja, doja të zbuloja diçka që më mundonte prej kohësh. Pse mamaja ime kishte bërë diçka kaq ekstreme? Pse më mbylli për 20 vite? Pse më nda nga Arioni me çdo kusht? Nuk isha e sigurt, por e dija që përgjigja ishte diku në shtëpi, nata e aratisjes sime. Unë nuk shkova drejt daljes, shkova në zyrën e maman, atë që e kishte gjithmonë të mbyllur me qelsin e saj të veçantë. Dhe çuditërisht dera ishte hapur. Ndoshta nga nxitimi i ndonjë telefonate, ndoshta nga frika, ndoshta nga fati, hyra brenda, drita e zbehtë e llampës ndriçonte një tavolinë të madhe me letra. E kërkova me duar. Dosje, fatura, dokumente biznesi dhe pastaj një dosje gri e shënuar me emrin teje e hapa me frikë. Aty kishte fotografi të Arionit të ndjekur nga dikush, të fotografuar nga larg, të ndjekur në punë, te shtëpia, te vendi ku luante futboll. Në fotografi ishte një raport, subjekti. Arion Qela, rrezik i lartë emocional për Elirën objektiv, shkëputja totale. Trupi më dridhej. Më ra dosja nga duart, mamaja e kishte vëzhguar, e kishte spionuar, e kishte ndjekur çdo lëvizje të tij. Dhe pastaj pash fjalin që më ngriti gjakun. Arion Qela është djali, emri i babait tim, e vërteta duhet të fshihet. Fryma më iku, bota mu ersua, mu drodhën gjunjët, Arioni ishte jo. Jo e pa mundur, çfarë do të thoshte kjo? Pse ishte shkruar? Kush ishte ai? Kush isha unë? Mora dosje me dridhje dhe vazhdova të lexoj. Pastaj gjeta dokumentin që e shkatëroi botën time. Testi fshet adnje 2 emra, 2 linja gjaku dhe përgjigja. Përputhje 99, 4 Arioni dhe Elira kanë të njëjtin baba. Zemra mundal, bërtita pa zë, u përpoqa të marr frym, por trupi refuzonte, nuk ishte e mundur. Nuk mund të ishte e vërtet. Ai ishte dashuria ime. Djali për të cilin kisha jetë të tërë në pritje. Njeriu për të cilin luftoja dhe tani ai ishte vëllai im, koka më mbush me zhurmë. Bota u çmend. Muret rrotulloheshin. Mamaja më kishte mbyllur jo sepse Arioni ishte i varfër, e sepse ajo më donte më shumë, e sepse donte të më kontrollonte. Ajo më mbylli sepse unë isha dashuruar me vëllain tim, dhe ajo donte ta fshihte turpin, dhe në vend që të përballej me të vërtetën zgjodhi ferin për mua. Vjen zëri që e prish heshtin teksa ria e ulur në dysheme, duke mbajtur dosjen e hapur në duar, dëgjova një hap, një zë që s'doja ta dëgjoja kur në atë moment. Zërin e maman, Elira, tha ajo në prag e. Pash. Ajo e kuptoi me njëherë që unë e dija të vërtetën. Ajo nuk u afrua, nuk u justifikua, nuk qau. Vetëm më pa me një vështrim të lodhur, ta thash, nuk do e kuptosh dot. Unë u ngrita me vështirësi. Ti më mbylle për 20 vite, i thash me zë të dridhur, sepse isha dashuruar me të. Po, tha ajo me qetësinë e një personi që ka bërë paqe me çmendurin. Po, përsëriti. E bëra për të mirën tënde. E bëra për të mirën tonë. Për të mirën e ti. Për jetën tonë. Ti nuk më shpëtove, i thash, ti më dogje shpirtin. Ajo mbylli syt, do të falësh një ditë. Jo, i thash, nuk do të fal kur. Dhe u nisa drejt derës, ajo bërtiti pas meje. Nuk e ke iden se çfarë po bën, por unë e dija, po merja mbrapsht jetën time. Edhe nëse ajo jetë ishte ndërtuar mbi një të vërtetë të tmerrshme. Aratisja me qelsat në dorë, me dosjen e vërtetës në xhep dhe me shpirtin të ngrirë, dola nga shtëpia. Era e natës më goditi fytyrën. Qielli ishte më i zi se zakonisht. Por unë isha më lirë se kur. Ecja drejt rrugës, pa ditur ku të shkoja, drejt Arionit, drejt policisë, drejt botës, nuk e dija vetëm kaq. Nuk mund të jetoja pa ja thënë atij të vërtetën. Dhe ai do të vendoste çfarë do. Të ndodhte mes nesh, dhe ndoshta kjo histori nuk kishte fund të lumtur, por kishte fund të vërtetë. Qelia ime e fundit nuk ishte më prej hekuri, ishte prej kujtimesh. Të gjitha ato që kisha humbur, të gjitha ato që më ishte ndaluar t'i prekja. Më rëndoni më shumë se çdo derë blinduar që më mbante brenda për kaq shumë vite. Por kur mu tha se do të dilja, as nuk e dija si duhet të duke liria. Ishte një ndjesi që më vinte si dhimbje në stomak. Jo si lumturi, në ditën e lirimit tim, nuk erdhi askush. Nuk erdhi mami. Nuk erdhi kushëriri që më kishte sjell një letër të vetme vite më parë. Nuk erdhi askush që ta dija se më priste diku. As Ardiani, ishte një botë e heshtur jashtë portës së burgut. Një botë që kishte lëvizur përpara, ndërkohë që unë kisha mbetur në vend. Xhamat e makinave ishin më të errët, njerëzit mbanin në duar pajisje që si kisha parkur, dhe fytyrat më dukeshin të ngarkuara me një lloj lodhjeje që nuk e njihja. Mu desh të mësoja të eci përsëri mes njerëzve. Kapitulli 1.
Nën përballë vajzës që nuk e njihte më pas 3 ditësh endje e padrejtim, shkova në shtëpinë e vjetër. Portën nuk e hapi njeri. U futa brenda oborrit me këmbë të dridhura. Mendova se ajo mund të më shihte nga dritarja dhe të mos donte të kujtonte. Pasi trokitja e tretë ra në qetësi, dera hapet ngadalë dhe aty ishte ajo, mamaja e plakur me flok krejt gri me duar që dridhen me sytë që nuk arrinin të më shikonin dot drejt. Më pas sikur po shihte një fantazm. Dhe në një farë mënyre ndoshta për ta ashtu isha. Dikush që ajo besonte se e kishte varrosur vite më parë dhe që tani rinte para saj e gjallë. Ke ardhur, përshpëriti ajo. Dhe megjithatë nuk e besoja, jam kthyer. Por nuk jam më vajza që isha, i thash. Ajo uli kokën, e di dhe fajin e kam unë. Ishte hera e parë në jetë që e dëgjoja të pranonte diçka të tillë. Por pranimi i saj vonë nuk më shëronte plagët që ajo kishte hapur. Kapitulli 2. E vërteta që ajo kishte fshehur për 20 vitena të tryes të vjetër ku dikur më detyronte të rija drejt. Mamaja filloi të tregonte rrëfimin që më kishte shkatëruar jetën. Arsyeja pse më kish burgosur nuk ishte vetëm sepse Ardiani ishte i varfër. Unë kisha frikë, tha ajo me një zë të qartë. Jo frikë nga ai, po frikë nga unë. Nga bota ime. Nga njerëzit që na kishin borxh, nga ata që kërkonin hakmarrje. Më tregoi se kishte marrë hua shumë të mëdha kur babai ndërroi jetë. Se u gjende shtrënguar mes njerëzve të rrezikshëm. Se dikush i kishte thënë se nëse unë lidheshja me djalin e gabuar, ata do të më përdornin kundër saj. Se burgosja ime ishte mënyra e saj për të më mbrojtur. Por askush që të do të shkatëron jetën për të mbrojtur. Je penduar shumë vonë, i thash, e di, më tha, por do të kërkoja vetëm një gjë. Më ure sa të duash, por mos e ure zemrën tënde. Mos e lër që unë të ta shkatëroj për gjithmonë. Fjalët e saj më prekën, por plagët ishin ende të hapura. Kapitulli 3. Kërkimi për Ardianin nuk munda të rija më gjatë aty. Ditët në liri më sillnin vazhdimisht pyetjen. A ishte gjallë? A e kishte harruar? A më kishte urrejtur? E fillova ta kërkoja. Pyeta njerëz të vjetër, lagjen e tij, punëtor të ndërtimit, dyqanet ku punonte dikur. Disa më thanë se ai ishte larguar jashtë vendit, disa se ishte martuar, të tjerë se kishte vdekur. Sa më shumë kërkoja, aq më tepër ndjeja se po humbisja edhe atë grim shprese që më kishte mbajtur gjallë për kaq vite brenda mureve të burgut. Derisa një ditë, një grua e moshuar më thot: Po e kërkon Ardin? Ai jeton afër stacionit të trenit. Ka hapur një punishte. Është burr i mirë, po dhe shumë i lodhur nga jeta. Zemra më rahu si vite më parë, e gjeta punishen. E pash përmes xhamit. Flokët e tij ishin bërë gri në tëmtha, duart e tij kishin rrudha të reja. Ai ishte më burr se dikur, por sytë e tij ishin të njëjtët sy që kisha dashur gjithë jetën. Kur u kthye nga dera dhe më pa, çekiçi i ra nga dora. Ai më pa gjatë, si dikush që sheh dik që ka humbur e që nuk beson se do e shoh më. Je ti? Mërmëriti. Zot, mendova se s'do të shihja më kur. Kapitulli 4. Takimi që prita 20 vite ai më mori në përqafim pa thënë asnjë fjalë. Çava në supin e tij si dikur. Por tani nuk ishim më dy të rinj, ishim dy shpirtra të vjetër që kishin duruar shumë. U ulëm në një stol jashtë punishteve dhe folëm për gjithçka. Ai më tregoi se kishte kërkuar për mua për vite të tëra, se i kishin thënë se isha larguar jashtë vendit, se ishte martuar dikur por gruaja e tij kishte vdekur nga një sëmundje dhe ai kishte mbetur vetëm. Ai më tregoi se asnjëherë nuk kishte dashur njëri tjetër siç më kishte dashur mua. Por tani, e pyeta me zë të dridhur. Tani që jemi dy të lodhur nga koha, ai më shikoi drejt. Tani të dua më shumë se dikur. Sepse e di çfarë humba. Kapitulli 5. Liria jonë e vonuar në nisëm të takoheshim shpesh. Ai më ndihmoi të gjeja punë, të mësohesha me botën që kishte ndryshuar. Më mësoi telefonin e ri, autobuset e rinj, monedhat e reja, mamaja nga ana tjetër, u sëmu rënd. Unë e vizitoja her pas here. Mes nesh nuk pati më kur marrëdhënie si dikur, por pati diçka tjetër, një pranim, një heshtje që s'kishte më urrejtje. Para se të mbyllte syt, mamaja më tha: "Të lë lirë, edhe pse e meritoje me kohë. Të falenderoj që nuk më le të vdisja pa më parë. Jetonte brenda teje një forcë që unë nuk e kuptova kur. Dhe iku, kur e varrosëm, Ardiani më mbajti për dore. Pastaj ecëm bashkë drejt qytetit, pa e ditur çfarë do të ndodhte më tej. Por këtë herë nuk më duhej të dija gjithçka. Mjaftonte që isha e lirë. Liri e vonuar, po prap liri." Ardiani më shikoi dhe më tha: "Ke humbur 20 vite, por unë dua të jap gjithë ato vite që na kam mbetur. Edhe nëse janë pak, edhe nëse janë të vështira. Dua të jem këtu tani që asgjë s'mund të na ndaj më." Dhe unë buzëqesha për herë të parë pas shumë kohësh.
sepse ndonjëherë dashuria nuk fitohet kur je i ri, fitohet kur ke vuajtur mjaftueshëm sa ta kuptosh vlerën e saj.